fshive tanë graviqar, historikisht graviqar. E bëj nga qyteti prezident të apel për dardanët tanë të Kosovës, pasi shikoj se këtu organizatat të ndryshme, po kërkojnë dojë mos që t'japi një orientim komplet tjetër patriotizmit dhe shqiptarizmit. I bëj thirrje atyre që sot unë dëgjova me veshtë e mi që flasin me tyre turqisht, sikur t'ishte gjuhë internacionale apo gjuhë anglishtje moderne e sotme. Ju bëj thirrje dhe ju kujtoj që gjuha shqipe është një nder, është krenari që ne flasim sot, pasi është gjuha më e vjetër kontinentit tonë. Është një gjuhë e cila ne po përgatitemi së shpejti të kërkojmë UNESCO-s që të listohet si trashëgimi botërore e njerëzimit. Pra shqipe është zanafill. Fjalët një rrokshë shqipe janë mbi 3000 fjalë shqipe sot një rrokshë që bëjnë bazën gjuhësore të gjuhëve indo-europiane. Pra si mund të mohohet gjuha shqipe dhe të flitet një gjuhë tjetër e mbi të gjitha gjuha e pushtuesit, gjuha që i zhduku patriotët tanë, gjuha që i vrau patriotët tanë, vetëm sepse ato donin që t'jetonin të lirë në tokën e tyre. Dardan, Kosovar, vëllezër shqiptar, zgjoni dhe kujtoni që ne këtu jemi bijtë e atyre amaneqarëve të përparëm që na kanë lënë si trashëgimi tokën tonë. Na ka lënë si trashëgimi gjuhën tonë. Të kujtojmë se dardanët ishin ato që themeluan qytetërimin evropian. Përmes albano-dardanëve u themelua dhe Roma, kryeqyteti i botës së antikitetit. Por u bën dhe figurat të tjera nga kjo tokë dardane, siç ishte Nikit Dardani, i cili bëri Te Deum, muzikën e shenjtë e cila në çdo katedrale të botës, çdo njerëzit maniten me bukurinë e kësaj muzike. Ishte një dardan i cili ka lindur pikërisht tu afër në një zonë midis Klinës dhe Istogut. Pra, ne kemi një shenjtë që sot na kanë marrë vetëm nga përbuzja që i bëjmë ne, që quhet Shën Angelina, dhe ajo është pjesë e kësaj zone, pjesë e kësaj treve, pavarësisht se ka lindur në Berat. Është motra e Donika Kastriotit, është kunata e heroit tonë kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Por vetëm sepse serbët e morën si shenjtë, ne kemi harruar. Por ne nuk duhet harrojmë shenjtët dhe njerëzit e mëdhenj që kemi ne. Nuk duhet harrojmë se këtu e ka zanafillën dhe familja e Gonxhe Bojaxhiu. Atë që ne sot njohim si Nën Tereza. Nën Tereza e gjithë njerëzimit, çmimi Nobel i vetmi që ka gjithë zona e Gadishullit të Ilirit, i vetmi çmim Nobel për sa i përket paqes dhe humanitetit është shqiptarja e madhe Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza. Pra ne sot duhet të ringjallim këtë krenari nga shtëpia ku u themelua, nga amaneti që na lan këto patriot dhe të themi edhe një herë, të rrojë shqiptarizmi. Të rrojë shqiptarizmi sepse shqiptarizmi ka të ardhmen. Mos u ndikoni nga kushdo që ju thërret, nga kushdo që ju stimulon me gjëra, pasi amaneti i parëve është më i madh. Gjaku që na vjell në deje është më i rëndësishëm. Të kujtojmë që ne nuk kemi vëlla të madh. Ne kemi vetëm njëri tjetrin vëlla. Ta duam fort njëri tjetrin dhe të shkojmë drejt një bashkimi shpirtëror të shqiptarëve sa nuk është vonë. Sidomos të investojmë tek brezi i ri, që të ringjallet një herë identiteti fort i këtyre patriot që shkrijnë gjithçka për atë dhëun tonë. Nga toka e Dardanis, nga Prizreni i bukur, nga shtëpia lidhjes së Prizrenit, unë Alban Kraja si gjithmonë ju përshëndes dhe ju përshafoj të gjithëve një nga një vllazërisht.